Lavdimet dhe falënderimet tona I takojnë vetëm Zotit Xhelleshanuhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe mbështetje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetje dhe duat tona ja dedikojmë të dashurit njerëzis, vulës së pejgamberëve Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik e fisnik dhe për të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në përfundim të kësaj dynjaje. Të nderuar dhe të respektuar të pranishëm, të dashur xhamat, në ligjëratën e kaluar kemi filluar të shpjegojmë për formën e faljes së namazit, duke filluar nga tekbiri fillestar dhe duke vazhduar me procedurat e cilat janë vepra dhe fjalë përmes e cilave plotësohet namazi. Kemi thënë se fillimisht ngritën duart deri tek veshët e një transmetim barazi me veshët, në transmetimin e tjetër gishtat e mëdhenje ofrohen afër laprave të veshëve, që tregon se duart ngritën lart në mënyrë që edhe ai I cili nuk dëgjon me të pa ty se ke filluar namazin. Në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Muhammed Mustafaja I kanë ngritur duart deri tek krahorët, kemi thënë se fillimisht ky hadith është I dobët dhe shumica dietarëve islam thonë se është I dobët. Ahmed ibn Hanbali thotë hadithun wah, një hadith I cili s'ka peshë, s'ka vlerë. Pozita e tij nuk është e fuqishme për argumentim. Në anën tjetër edhe nëse themi se është hadith me cilin argumentohet, kemi thënë se kur ngritën duart deri tek laprat e veshëve, sigurisht që kanë me arritë edhe deri tek krahët. Në anën tjetër, hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton vetë transmetuesi përkatës sahabiu Waili, I cili thotë se kur ka marrë pas një viti kanë pa duke ngritur duart në gjybet e tyre për arsye se ka qenë barudun shedid, ftoft I madh ka thonë ka qenë dhe për shkak të ftoftit nuk I kanë ngrit duart më lart. Jo pse ka qenë sunet mos më ngrit duart më lart. Jo sunet ka qenë më ngrit duart deri te laprat e veshëve. Po për shkak të ftoftit, për shkak një gjendje të veçantë, ka marrë një normë të veçantë për situatën përkatëse. Mirë po jo se ka qenë ngritja e duarve deri te krahorët suneti pejgamberit alayhis salam. Kemë vazhduar dhe me thënë se pas kësajna, kur ngritën duart deri tek laprat e veshëve, ato lidhen dora e djathtë mbi të majtën, sepse kështu na është ardhur në hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam që ka thënë prej gjërave apo traditës pejgamberëve ka qenë njëra prej tyre përmend edhe lidhja dorës së djathtë mbi të majtën nën kërthiz. Kur kemi thënë në kërthiz, kemi thënë se këtë hadith transmetojnë transmetues të ndryshëm, për saksinë e cilet ka diskutime, mirë po kemi hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam që ka thënë se lidhja duarve nën gjoks, dhe hadithin tjetër I cili thot lidhja duarve nën kërthiz. Kur themi nën gjoks, kërthiza nën gjoks, dhe hadithi nën kërthiz po specifikon vendin se ku nën gjoks. Prandaj përmes komentimit dhe kuptimit haditheve në këtë formë, ne kemi punuar me të gjitha hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe në asnjë rast nuk e kemi anashkaluar njërin prej tyre. Kur të lidhim dorën e djathtë mbi të majtën dhe vendosim me gishtin e madh të voglin, e kapëm dorën tek nyja dorës këtu dhe vendosim nën kërthiz, e lëshojmë mënyrë natyrshme, I vendosim duart nën kërthiz. Prandaj vendosja e duarve nën kërthiz është edhe protokoll sot për shkak të mirësjelljes që don me bën ndaj dikujt. Dhe forma më e mirë e mirësjelljes ndaj Zotit kur del para Allahut në namaz është vendosja e duarve nën kërthiz. Ndërsa vendosja e duarve deri nën gjoks kështu nuk është një lloj respekti, përkundrazi është një farlloj njohimi dhe subhanallahu pse s'bëhet me qëllim të tillë, po vepra është e tillë që tregon një farlloj krenarie. E para Zotit ne duhet me kon të nënshtruam, jo krenar. Krenar me veprën, mirë po jo me gjestet e tona, me zemrën tonë, me adhurimin ndaj Zotit xhallashanuhu wa xhalla xhelal. Prandaj vendosja durës së djathtë mbi të majtën nën kërthiz është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur thuhet vendoset dora djathtë mbi të majtën, lexojmë subhanak allahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Quhet duaja hyrjes namaz. Iftitahu s-salah, hapja namazit, bëhet me këtë dua madhrim ndaj Zotit xhallashanuhu. Pastaj fillojmë me a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sepse Zoti xhallashanuhu në Kur'an thot: "Wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Nëse do me lexu Kur'an, kërkon mbrojtje prej Zotit xhallashanuhu e thuaj: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." Kështu po kuptohet prej ajetit Kur'anit. Për këtë arsye, gjithherë në rekatin e parë kur fillojmë në namaz, vetëm të parin, pas subhanekës lexohet: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim."
Eudhu billahi është dua, nuk ka pjesë e leximit. Është lutje. Prej Zotit xhaleshanu që neve më na mundsu me plotsu këtë namaz, më na ruajt prej veseve të shejtanit, më na mundsu me u fokusu dhe me koncentru sa më shumë namaz. Vazhdojmë me pjesën tjetër e cila është Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min as-Sulejmana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kjo pjesë Bismillahirrahmanirrahim është Kur'an prej ajeteve të Kur'anit familjar. Dhe kjo është prej Sulejmanit dhe sigurisht se kjo është prej me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Kështu është të ardhur në mesin e ajeteve të Kur'anit ka ardhur Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj fjala apo shpreha Bismillahirrahmanirrahim është Kur'an. Është pjesë e Kur'anit. Mirë po, nuk është pjesë e elhamdulillahit. Dietarët kanë thonë, çdo gjë që është mbrana kopertinave quhet Kur'an. E merr trajtimin e Kur'anit. Mirë po bismillahi është për bereqet, për me hap leximin me ta. Dhe vendoset në fillim të çdo sure të Kur'anit. Në mënyrë që me i nda suret dhe me fillua me emrin e Zotit xhaleshanu. Nga kjo që po themi se nuk është pjesë e Kur'anit, po themi që nëse dikush nuk e ka thonë bismillahin, kur e ka lexuar elhamdulillah, nuk e ka lënë elhamin mango. Kjo është ideja. Se me thonë bismillahin në fillim të gjithë herë kur lexohet elhami, është sunet e pejgamberit alayhis salam. Kërkohet dhe është mirë për me bë. Mirë po, nëse dikush e ka harru, nuk ka lënë diçka mango nga namazi përveç se një sunetet nuk e dëmtojnë dhe as nuk e obligojnë se vështirësi namaz. Prandaj, në këtë rast, themi se bismillahi është sunet me lexu, po lexohet pa zë për imamin dhe për xhamatin. Prej bukurive të kësaj të ulemave dietarëve islam, ishte një mendim i Muhammed Hasan al-Shaybani kur ka thënë nëse lexohet namazi me zë, bismillahi nuk lexohet kurrë sepse duhet me hesht midis Kur'anit me lexu ata. A nëse lexohet pa zë, lexohet bashkë ngjitet edhe me disureve sepse nuk e prish renditjen e leximit. Prandaj bismillahi lexohet para Fatihas, po është sunet i pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe kena treguar hadithin Enes radiallahu anhu kur ka thonë janë fal pas pejgamberit alayhis salam, janë fal pas Abu Bakrit, pas Omerit, pas Uthmanit, sa dhe të gjithë nuk e kanë filluar elhamin me Bismillahirrahmanirrahim. E kanë lexuar në heshti bismillahin, pasandaj kanë filluar bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe në një version të vetë Enesit, shërptorit pejgamberit alayhis salam, atij që ka bëu hizmet pejgamberit alayhis salam për 10 vite me radhë, thotë janë fal mas pejgamberit alayhis salam, Abu Bakrit, Omerit dhe Uthmanit, dhe nuk e kanë thënë me zë Bismillahirrahmanirrahim. Shabeja, njëri prej ulemave të hadithit, thotë e kam pyet Katadën, a ke pyetur Enesin për këtë pjesë? Thotë po, e kam pyet dhe më ka thonë Bismillahin nuk lexohet me zë. Dhe këto po thotë shërptori, hizmetçari Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Bismillahi nuk thuhet me zë, por lexohet në heshtje. Tema jon e reja është prej tashtit. Me lexue Kur'an në namaz është farz. Me lexue Kur'an në namaz është farz. Nëse dikush din Kur'an dhe s'lexon, namazi i tij prishet. Nuk pranohet. Sa duhet me lexu Kur'an minimumi i leximit për me u pranu namazi, dietarët islam kanë thonë ma yusamma al-Quran, aja që quhet Kur'an. Nëse thuaj Yasin, është një fjalë, nuk ka lexim i Kur'anit. Për shembull, prandaj një ajet i vetëm i Kur'anit që jep kuptim, nëse lexohet, farzi u krye. Lexohet një ajet i Kur'anit në rekatën e parë dhe përsëritet në rekatën e dytë, pavarësisht edhe nëse është sasia apo gjatësia e jetit e shkurt, pranohet që është krye farzi i namazit. Prandaj çdo kush që lexon elhamin e ka plotsu farzin. Çdo kush që lexon kul huwallahin e ka plotsu farzin. Çdo kush që plotson nata ina lexon namaz e ka plotsu farzin. Në namazi i tij është i plot. E ai që nuk din Kur'an hiç, çka më bë? A me lo namazin? Apo kalohet në zgjidhje tjetër, çdo kusht i namazit
nëse nuk ka mundësi me u plotësue, vjen të alternativa zgjidhje tjetër. Për shembull, dikush është i smur dhe smuret me qëndru në kom, ulet namaz, bjen ky kusht. Dikush smuret me fal as ulur, jepet mundësia me u fal rat, apo i pushtetur. Nëse dikush smuret me shku në ruku, eliminohet rukuja për to. Nëse dikush nuk mundet me bë sejdë, eliminohet sejdja për to. Andaj nëse dikush nuk mundet me lexue, është me met flet hiç, e lexon me mendjen e vet. Dikush mundet me fol por nuk din Kur'an hiç kur gjë. Asnjë fjalë nuk e din. Pse për kushtet e tjera ka alternativë, e për lexim nuk pas ka alternativë. A me lo namazin? Jo. Asnjë alim, asnjë dietar, asnjë medhheb nuk thotë që namazi duhet më lon. Hiç asnjë. Namazi duhet më fal. Po duhet më fal me një alternativë. Disa kanë thonë, dietarët e medhhebit Hanefi kanë thonë, lexohet nëse nuk dim nga fjalët arabisht, qoftë një ajet shkurt, edhe nëse ka mësuar surën me shkronja latine po fjalët arabisht, s'ka problem, me rëndësi mi ditë. Mirë po në rast që as kështu si din, e ka pranuar Islamin rishtaz, nuk mban mend, ka të lashë diçka, ky person çish më fal. Dietarët e mëdhëpit Hanefi kanë thonë atëherë nëse i mban mend ajetet e Kuranit në gjuhën e tinaj, për shembull gjuhë shqipe të nasët, atëherë i lexon gjuhën e vet. Disa të tjerë kanë thonë jo, sepse nuk është fjala e Zotit që është zbritur adekuate, nuk është autentike fjala. Fjalë që ka zbrit Zoti në Kur'anin arabisht, prandaj ka thonë jo. Po çfarë do të më bë? Kanë përmend Zotin, e madhron Zotin. Qysh din vet, prej mendjes vet shkon të madhrohet Zot, ty ta kanë falëndërimit, ti je më i madh, ty s'ka sot kërkosh, ty të falënderojna, ty të adhurojna, qysh të madhron Zotin. Na i themi bukur, ama mirë është me madhruar Zotin me fjalë të cilat kanë dalë prej njerit, a me madhruar Allahun me fjalë kuptimit cilave është nga Kurani? Pa dyshim që më mirë është me madhruar Zotin me fjalë kuptimit cilave është nga Kurani, se sa me fjalë kuptimit cilave është nga mendja jonë. Dhe në rastet të tilla, kur s'ka zgjidhje tjetër, edhe marrë edhe në gjuhën e vetë të falet, vetëm se namazin nuk më përmelon. S'ka zgjidhje këtë. Namazin besimtari nuk bën me lënë asnjë stat, por leximi i Kuranit bëhet për namazet farze në rekatën e parë dhe dytën. Po flasim është farz me lexuar Kur'an në rekatën e parë dhe dytën. Në rekatën e tretë dhe të katërt në farze është sunet, nuk është farz. Në rekatën e tretë dhe të katërt në farze kena mundësi me lexue vetëm elhamdulillahin. Kena mundësi me lexue diçka tjetër për Kur'anit. Kena mundësi me madhruar Zotin me subhanallahu wa bihamdihi subhanallahi alazim. Për shembull, nëse leximi i Kur'anit në rekatën e tretë edhe të katërtën qenë ka sunet, po bëj ka dhe hiç me lexu, nuk qenë ka specifikuar me më lexu ilhamin apo një sure tjetër, po me lexu veç ilhamin është më e preferuar. Ibn Mesudi dhe Ali radiallahu anhu kanë thënë, dhe Aisha gjithashtu, që njeriu është i lirë me lexu ilhamin apo jo, dhe disa prej tyre kanë thënë se e bën në shenjë të madhrimit ndaj Zotit. Prandaj nëse dikush pas ilhamit lexon një sure, nuk ka bë gabim. Ka prej dietarëve që thonë është gabim, e di këtë çështjon. Mirë, por në aspektin e rregullave shkencore dhe mendimi i bazë në mëdhëp është nuk bëhet gabim. Sepse ka shtuar një sunet dhe lëshimi apo shtimi një suneti nuk e obligon sërisin. Nëse në rekat namazi suneti ka 4 rekate, në secilin prej atyre rekate duhet me lexu Kur'an. Rekati parë dhe i dytë i namazit drejtës që tash që sunet, dhe i treti dhe i katërti, për sa i përket leximit të Kuranit, e kanë të njëjtin trajtim. Sepse sunetet parimisht konsiderohen si me qenë çdo 2 rekate konsiderohet si namaz i ri. Sa që nëse ke prish rekatin e tretë sunetit
të drekës për shembull, ty tu kanë prish veç 2 rekatet e fundit, e para dhe e dyta janë pranuar, nëse kena tehiatin e parë. Ndërsa nëse ke prish namazin farz drekës pak pa dhënë selam, tu ka prish këtë namazin. Dhe nëse ke prish sunetin e drekës në rekatin e 3 dhe të 4, ti quhesh i plotson edhe 2 rekate të tjera veç. S'ke nevojë për fillimi 4. Ndërsa nëse ke prish namazin farz pak pa dhënë selam, do të më plotësua farzin komplet prej fillimi, 4 rekate. Prandaj janë disa detaje të cilat kanë një herë na bojnë vaki e duhet me i pas në konsiderat se ta vështërsojnë falin adhurimin dhe në anën tjetër edhe është saksia të pranohet namazi apo nuk pranohet namazi. Kena thonë që është vajib me lexuar alhamdulillahin. Dhe leximi i ilhamit prej fillimit deri në fund është vajib e plotson namazin. Zoti në Kur'an ka thonë: "Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an." Ky ajet po tregon që është obligim me lexu diçka që të vjen masleti prej Kur'anit namaz. Mirë, po s'po thotë që ilhami është obligim me lexu namaz. Nëse dikush thotë se po nuk ka lexu namaz pa Kur'an, po themi po. Mirë, po një sasi po thotë Zoti i Kur'anit. S'po thotë që alhamdulillah. La salata liman lam yaqra bi umm al-kitab aw bi fatihat al-kitab, nuk ka namaz ai që s'e ka lexuar ilhamin. Kemi thonë se në pyetje është nuk plotësohet namazi tinaj. Sepse kem hadith pejgamberit alayhis salam kur ka thonë se ai i cili nuk e lexon elhamdulillah fi salatu khadaj, namazi i tij është i mangët, 3 herë ka përsërit. Hadithi është i saktë. Ka thonë namazi është i mangët në shpërblim, por nuk ka thonë që është i prish namazi. Nuk ka thonë kompenzon namazin, nuk ka thonë zëvendëson namazin. Jo. Namazi pranohet. A di ku është dallimi? Nës neve që themi që ilhami është vajib dhe atyre që thonë që është farz me lexuar Kur'an, në ilhami namaz. Ai që thot, ata që thonë, ata kanë bazë shkencore, s'po themi që kanë këtë pavend. Mirë, po më themi që mendimi i cilin jemi duke thonë na është qendror, është kryesor, është më i fuqishëm. Nëse dikush thot apo ulemat të cilët thonë leximi i ilhamit në namaz është farz, ata thonë që nëse një zgjatim, nëse një teshtid, forcim të shkronjes nuk e ke bërë që duhet, namazi të prishet. Nga kjo i bjen që çdo njeri i cili nuk është arab, e që nuk është studiues i fesë, namazi i tij pranohet. Se s'ka mundësi krejt mja njësë që të mi thonë, mi këshyr, e që besa dhe neve hoxhallarëve, ka mundësi ka njerëm nga gutia se diçka bëjnë në gabim në ilham. E nëse thua ilhami është farz më lexuar, prishja farz e prish namazin. Nëse ke gabuar në ilham, bjen që ty të ka prish namazi. Po ne themi jo, ilhami është vajib. Më lexuar diçka prej Kuranit është farz. Prandaj këtu janë disa detaje të cilat na po dojnë me qit ka pa që më na tregu që namazi jon, elhamdulillah gjithë neve, edhe nëse gabojnë aty ku në ilham, është i pranueshëm me emër të Allahut. Walhamdulillahi rabbil alamin.